Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin shpirtëror ja mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhamin në Jusuf Efendi, në Likov, komuna e Likovës, qyteti i Kumanovës, për të mësuar më shumë për historikun e kësaj xhamie. Çfarë janë karakteristikat e kësaj xhamie, cila është specifika dhe tradita e saj. Në këtë bashkëbisedim, ajo e cila na shoqëron është profesoresha Xhejlane Nexhipi, me të cilën do të flasim për të gjitha detajet. Profesoreshe e nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia Jusuf Efendi, cili është historiku i kësaj xhamie? Bismillahirrahmanirrahim. Historiku i kësaj xhamie, që e shihni qëndron në mesin e fshatit Jusuf Efendi, daton qish nga viti 1773, që është ndërtuar në këtë vit për herë të parë, nga që iniciator ka qenë, thuhet, prej të dhënave që na i kanë dhënë, domethënë të tjerët, prej të moshuarve që kemi ndëgjuar, se ka qenë iniciator, nismëtar i kësaj xhamie Mulla Rama. Dhe kështu me ndihmën e fshatarëve e kanë ndërtuar, po në mënyrë shumë të thjeshtë. Ka qenë e ndërtuar, domethënë me anë të dërrasave, minarja e saj ka qenë e ndërtuar me dru, domethënë e drurit. Mirë po, pastaj në vitin 1912, kur janë zhvilluar luftrat ballkanike, nga ushtria serbe është djeg tërësisht. Por pastaj në vitin 1963 është ndërtuar, po ashtu me ndihmën e fshatarëve të këtij vendi, të fshatit Likov, dhe pastaj ka filluar të funksionojë xhamia për faljen e namazit. Këtu janë tubuar domethënë besimtarët, dhe gjithashtu në këtë vit, në vitin 1963, kur tërmeti u bë në Shkup, atëherë disa pjesë apo disa mure të kësaj xhamie janë rënuar dhe gjithashtu zbashku me te edhe minarja ka ra në tokë. Por pastaj në vitin 1967 është ndërtuar prap dhe ka funksionuar kështu deri në vitin 2008. Por periudha që ka qenë, domethënë, e gjithë kjo zbrastire këtyre viteve, në vitet e 90-ta ka pas një karakteristikë të veçantë në këtë xhami, që jo vetëm që ka funksionu për faljen e namazit, por është shndruar edhe në mektep, në shkollë, që kanë filluar të mësojnë besimin. E një ndër ato edhe unë kam qenë pjesë e kësaj xhamie, kam qenë nxënëse e kësaj xhamie, që me të vërtet ka marrë një dritë i vetë fshati me mësim besimin, leximin e Kur'anit, po gjithashtu vlen për ta përmendur se udhëheqësi i kësaj xhamie ka qenë imami i njohur i ndjeri Hafiz Bajram Ajeti, së bashku me të atin e tij, që çdo herë kanë punuar në këtë xhami. Nëse kemi ardhur para dite, ata i kemi gjetë këtu në xhami. Nëse kemi ardhur mas dite, i kemi gjetë këtu në xhami. Po ashtu edhe pas namazeve, mendoj pas namazit të jacis, prap kanë punuar edhe me gjeneratat e reja të meshkujve, kështu që pa ndërpre kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të veçantë, që jo vetëm me leximin e Kur'anit, vlen për ta përmend në këtë fshat, për kësaj xhamie kanë dalur një numër i madh edhe i hafëzllarëve, që me të vërtet sot i njeh edhe bota. Që lirisht mund të themi Likova është, ka qenë edhe inshallah do të jetë që të funksionon. Hafëzllarët e këtij vendi kanë marrë pjesë edhe në shumë vende në përgara, sot funksionojnë si imam, e kështu me radhë, domethënë është një lavdrat e këtij fshati, por është kontributi i gjithë, domethënë i Hafiz Bajramit që ka qenë imam, që nuk harrohet puna e tij, nuk harrohet metoda e tij, se çfarë metode ka pas të mësimit të Kur'anit, mundohemi ndoshta ta marrim edhe ne atë metodë të tij që e ka pasur, po ajo ka qenë dhuntia e Zotit që ja ka dhënë. Por jemi mirënjohës edhe ndjehemi të lumtura që kemi qenë nxënëse e tij, domethënë nxënëse e Hafiz Bajram Ajetit, që me të vërtet ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë në dua atë,
që këtë fshat e ka shëndrit, do më thonë me kontributin e ti. Dhash Zoti që Allahu t'i shpërblen me xhennetin më të mirë, me xhennetin më të lartë, me xhennetin e Firdausit, inshallah. Përmendet pra shumë karakteristika të ndryshme, çfarë e veçon, çfarë e specifikon të themi këtë xhami? Këtë xhami e specifikon më shumë ti se kjo ka qenë që thamë për faljen e namazit këtu në xhami, por këshillat të cilët janë dhënë më shumë ti që ka përparuar ky vend, ka qenë domethënë me ardhin e Hafiz Bajram ajetit këtu. Kjo ka qenë më së shumti që i ka dhënë dritë këtij vendi. Të nderuar shikues, në këtë episod do të trajtojmë temën roli i gruas në Islam në kohën bashkëkohore, sfidat dhe obligimet. E nderuar profesoresh, tema të cilën do ta trajtojmë sot pra është roli i gruas muslimane në kohën bashkëkohore, sfidat dhe obligimet e saj, dhe kur jemi pra tek roli i gruas muslimane në shoqëri sipas Islamit, duke vlerësuar që gruaja është struktura themelore e shoqërisë, e bërjes së familjes. Cila është vlera e gruas në Islam? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, pasi që femra në Islam është shtyllë e familjes, argumentet kuranore në argumentojnë duke thënë Allahu i madhruar në një ajet kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Që do të thotë, e Zoti i tyre u përgjigjet lutjes së tyre. Unë nuk ja humbi, thot, askujt mundin, qoftë mashkull apo femër. Mirë po, nëse marrim dhe analizojmë kohën e femrës kur ishte para Islamit dhe pas Islamit, do të shohim se para Islamit femra ishte në një shtresë shumë të ulët, në një pozitë shumë të ulët, dhe ajo ballafaqohej me shumë probleme, ballafaqohej gjithashtu me shumë padrejtësi, e Islami ishte ai i cili i dha vlerën, i dha pozitën, që gjithashtu e mësoi apo e obligoi që ajo t'i kryej obligimet individuale, familjare, shoqërore edhe më gjërë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu vesselam në një hadith thot, më i miri ndër ju është ai i cili e ka moralin më të mirë. Tash kur themi ai i cili e ka moralin më të mirë, gjithçka lidhet me moralin dhe edukatën e njeriut. E kjo, kur një femër ka edukat dhe ka moral të mirë, do të jetë edhe më e ngritur, do të jetë më e zbukuruar, sepse morali është ai i cili e zbukuron atë. Mirë po, çdo herë ne duhet kemi parasysh, themi, se në bazë të shkrimeve apo leximeve që kemi has, ajo që më ka prek më së shumti kur kam dëgjuar njëherë një krishtere e cila ishte me emrin Joanna Francis, ishte gazetare edhe shkrimtare e SBA-s, ajo shkronte apo shkrujti në një gazet që o ju motra muslimane, neve ta na e kanë la trurin kinë se ju jeni të shtipura, por e kundërta tha ne jemi të shtipura, sepse tha ne jemi çdo herë që i japim përparësi pamjes së jashtme, por ua kemi zili juve, e dim se ju jeni edhe në familje më të mira, keni bashkëqorsi më të mirë, familje më të shëndosha,
por tha mos na urreni ju neve, se ne ua kemi zili juve. Edhe kjo është një shembull, apo është një kuraje për motrën muslimane, që ajo mos të ndjehet asnjëherë e ulët, por ta ngritë vetveten edhe të jetë e lumtur. Por njeriu për me qenë i lumtur edhe për me qenë i vetëdijshëm që ta ngritë vetveten, duhet të mësoj, të studioj, të merret me punë që më një fjalë Allahu xhalla shanuhu edhe fjalën e parë ku na e ka zbrit na ka thënë ikre, mësoni, studioni për të gjitha dituritë. Edhe jemi pra ata të cilët jemi të urdhëruar të mësojmë të gjitha dituritë e dobishme që janë, se çdo dituri e dobishme është për të mirën tonë. Padyshim, pra profesorish, kur jemi tek vlera e gruas, si predikon Islami gjithësisht Kurani famlar dhe tradita e profetit Muhammed, pra paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, aspektin e gruas në emancipimin e saj, në aspektin kulturor, zhvillimor dhe atë shpirtëror, pse jo? Pasi që Kur'anin e kemi bazë dhe kemi ku të orientohemi, Allahu i madhruar në një ajet kuranor thot Bismillahirrahmanirrahim, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Që do të thot, kush bën vepër të mirë, ne do t'i japim jetë të rehatshme, qoftë mashkull ose femër duke qenë besimtar. Mirë po, pasi që Islami e inkurajon femrën që të mëson, të studion dhe të përparon ajo e mëson edhe mësimet fetare që t'i ndjek edhe t'i mëson, sepse këtu kemi një dallim nga fetë e tjera, sepse në fetë e tjera femrat nuk kanë pasur të drejtë t'i mësojnë mësimet fetare dhe gjithashtu nuk kanë pas të drejtë as që të i prekin tekstet kuranor, tekstet fetare të tyre. Mirë po, ne si shembull për të marrë dhe për të kuptuar më mirë nga luftërat e përgjakshme që kanë qenë mes muslimanëve edhe mes kurejshitëve Tiran, shembull tregohet se ka pasur një numër të madh shembull të meshkujve që kanë qenë të dalluar, po paprit pas ka pasur edhe një numër të madh edhe të femrave që kanë qenë të asaj kohe më të dalluara, që kanë qenë Hatixha, po ashtu Aisha, ka pasur edhe të tjera, Ummu Ejmeni, Zuneira, Sumeja e shumë të tjera. Mirë po, deri në vitin 1700 nuk përmendet as një femër, shembull nëse derisa e dim se kultura greke dhe ajo romake, pasi që thonë se edhe i paraprin qytetërimit islam, nuk ka as një femër të shquar me emër të veçantë që me të vërtet ka qenë e dalluar në atë kohë, kurse Islami me prej motrave muslimane ka një numër shumë të madh të tyre, ashtu siç i cekëm disa prej tyre. Mirë po, kemi edhe shembullin e Imam Zuhriut, që ishte imam i dalluar dhe dietar i sunnetit, i cili tregon se kur erdhi Kasim bin Muhammedi edhe kërkoi që të marrë dije, ki ja preferoi një femër të asaj kohe që ishte një femër, një dietare shumë e shquar me emrin Ammara bint Er-Rahman. Edhe kur ja preferoi këtë, ai shkoi dhe mori dituri nga kjo dhe më në fund u vërtetua Kasim bin Muhammedi dhe tha, me të vërtet tha pas ka qenë një femër me dituri shumë të madhe dhe e quajti oqean njohurish pabrike. Do me thonë, u vërtetua nga kjo se nuk i pengoi asgjë femrës që ajo të pajiset me dituri. Pra Islami në vazhdimsi i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe emancipimit, kulturës dhe arsimit të femrës. Ashtu është. Po, gjithashtu ne duhet ta kemi parasysh se dituria çdo herë është e vlefshme, se Hasan el Basriu thotë mirësia e kësaj bote është dituria. E pejgamberi alayhis salam ka thënë innal ilme laysa lahu zawal. Thotë me të vërtetë dituria nuk ka fund, po çdo herë ne duhet të kërkojmë diturit që të pajisemi me diturit të dobishme edhe atë me qëllim të mirë, me një jetë të mirë për hir të Allahu xhalla shanu. Si duhet të jetë, të themi, raporti dhe qasja e femrës dhe grave muslimane në kohën bashkokohore që të jetë në përputhshmëri me ato që predikon Islami, thirr Islami?
derisa njeriu është krijesë më e përsosur në natyrë, duke i dhënë Allahu i madhruar dhuratën më të shtrenjtë mendjen, njeriu, sidomos femra, që është shtyllë e familjes, ajo është që Islami e konsideron si diamant. Edhe atë një diamant i çmuar, që diamanti edhe formën kur nuk e ka të mirë, prapë është i vlefshëm. Kështu që edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm çdo herë që t'ia dim këtë të mirë Islamit, që Allahu zgjodhi ne të jemi prej besimtarëve, që nuk e kemi kërkuar, por Allahu na i ka dhënë këtë. Edhe ne si femra duhet të jemi çdo herë shembull i mirë, sepse pejgamberi alayhis salam thotë një femër e edukuar mirë, ose kush edukon një femër, ka edukuar, thot, një popull. Edhe ky hadith është shumë i vlefshëm edhe është atraktiv, që kur e ndëgjojmë, domethënë na rinqetet lëkura se besimtari i vërtet është i mirë, atëherë edhe i vlefshëm tek Zoti, kur përmendet emri i tij, rinqetet lëkura e tij, domethënë e posedon atë besimin e vet apo imanin e vet. Mirë po, këtu kemi një shembull. Në kohën e Omer ibnul Khattabit, kur ishte halife, Omer ibnul Khattabi jo që nuk kishte meshkuj në atë kohë, por e mor iniciativën për t'ia lënë dikujt në dorë tregun e kësaj kohe në mbikëqyrje. Edhe zgjodhi femrën e cila ishte me emrin Shafa bin Abdullah. Edhe i ala të gjithë tregun në mbikëqyrjen e saj. Nga kjo nuk kuptojmë, domethënë kjo ka qenë një barë jo pash e vogël, ka qenë një barë e madhe, por zgjuarësia edhe vullnetin që e kanë pas për të punuar në çdo kund, në luftë, në punë, në mësime, pra asnjëherë nuk kanë qenë mangu femrat e asaj kohe. Dhe kanë besuar në aftësitë menaxhuese të ashtu, që ne duhet të marrim mësim nga ato, domethënë duhet jemi një shembull që çdo herë të përparojmë në çdo hap. E përparimi për të përparuar në çdo hap, ne duhet ta ndjekim shkollën, ta ndjekim diturinë, të pajisemi me dituri të mira, mos t'ju lëm hap kundërshtarëve që ata më na kundërshtuar pastaj neve, po të kemi argumente të gjalla, ashtu siç na jep Kur'ani, se Kur'ani është i gjallë, do të jetë deri në ditën e gjykimit, që me të vërtetë ne mos t'i lëm anësh pra urdhrat e Allahut xhelle shanuhu, që ta dobësojmë imanin ton, të dobësohemi të bëhemi femra ashtu siç janë femra tjera, por të jemi të dalluara në çdo aspekt, domethënë në punë të hajrit. Ajo që është e rëndësishme për ta cekur më në fund, kisha dash ta dalloj atë se femra qysh në kohën e Muhamedit alayhis salam, i pari person që i besoi pejgamberit ishte grua. Shahidja e parë që ra dëshmore ishte grua. Po ashtu poezitë e para që filluan t'i shkruajnë ishte grua. Po ashtu 1000 metra që heci në këmbë, kur bëri hijret pejgamberi alayhis salam së bashku me Ebu Bekrin, po ashtu ishte grua. Dhe pusin që bleu nga jahudit, po ashtu ishte grua. Domethënë nga gjithë kjo shohim se femra është e shkatët për gjithçka. Domethënë gratë që atëherë kanë qenë shumë dimensionale dhe emancipuara që nga ajo kohë. Profesor, shumë ju falenderoj shumë që ju gjetët hapësirë dhe kohë për të ardhur për të na dhënë informacione dhe për të folur për këtë temë. Ju falenderoj. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.